paka shumë na jemi në lajthitje si parti opozitare. Unë mendoj që këtu ka krizë politike tek gjykata kushtetuese. Ne kemi pas këtë diskutim dhe siç e dini ky diskutim ka qenë edhe atë natë ku ne kemi kërkuar seancën për shkak se paka shumë na jemi në lajthitje si parti opozitare. Pse jemi lajthitje për shkak se ne një natë përpara kemi thonë që do të thotë u shkel kushtetuta e tash domethënë po i referohemi rregullores 48 të torshit. Kjo është çështje që duhet diskutohet, duhet të ketë një trajtim përbashkët. Unë nuk mendoj që ka krizë kushtetuese, unë mendoj që këtu ka krizë politike. Në kriza politike ju ka vesh Kosovës, ju ka imponu Kosovës fal një qëllimi politik bukur thjesht të lëvizjeve vendosje për t'i pas 3 pozitat në kontroll.